Në fakt një referendum dhe një event historik që nuk i përket vetëm Italisë, nëse neve do ta shikonim në një hapësirë më të gjerë evropiane dhe të politikave evropiane në lidhje me politikat më të gjerë ndërkombëtare. Duke u kthyer thjesht tek Italia dhe çfarë përse u shkua në votë, fakti ishte shumë i thjeshtë. Në fakt reforma Nordio kaloi përpara në parlament dhe kërkonte ndryshimin e disa pikave të kushtetutës italiane për sa i përket atyre që janë struktura e shtetit ligjor, do të thoja. E shtetit ligjor në kuptimin prokuroria dhe gjykata. Do e shpjegoj më thjesht. Ligji italian për mënyrën e strukturimit të sotëm të gjykatës dhe të prokurorisë është një ligj që lind me kushtetutën, është pjesë e kushtetutës që ka lindur pas Përgjithësisë botërore. U kërkua dhe në parlament kaloi, por nuk kaloi me 2/3 e votës që kërkohen në këto raste dhe me detyrim nga kushtetuta vetë italiane u kalua në atë që ishte zgjidhja dhe nëpërmjet popullit. Të pikave që kërkoheshin të ndryshonin. Ishin disa pika themelore mbi të cilat italianët u shprehen. Për ta shpjeguar më thjesht, praktikisht prokuroria dhe gjykata janë të ndërthuar me njëra tjetër. Është e vështirë me ligj që një prokuror të bëhet gjykatës apo një gjykatës anasjelltash të bëhet prokuror. Por janë të dy pjesë e të njëjtit grup ligjor dhe kanë një strukturë që është gjykata e lartë që vlerëson punën e tyre. Edhe kur kemi një punë apo një kundërshtim të veprimit të tyre, por është një strukturë e pavarur nga politika. Zgjidhet brenda për brenda atyre që janë prokurorët dhe gjykata e lartë dhe është një strukturë e vetme. Ajo që kërkohej dhe që kërkua të ndryshohej në atë që është ndryshimi ligjor që kaloi fillimisht në parlament, ishte ky profilizim. Praktikisht të ndaheshin përfundimisht karrierat e gjykatësve nga ajo e prokurorëve në mendimin që nëse bën njërin profil nuk mund mbështetet sepse mund të influencojë dhe mënyrën tënde të punës. Për shumë të thjeshtë. Nga ana tjetër, ajo që kërkohej të ndryshohej thellësisht është struktura që shkon e gjykon punën vepruese të gjykatësve dhe të prokurorëve. Ajo që zgjidhet brenda për brenda gjykatave dhe prokurorëve. Dhe u kërkua që ky profil i lartë, gjykata e rangut të lartë që gjykon punën e prokurorëve dhe të gjykatave të ndryshonte dhe të ishte zgjedhur me profile dhe persona brenda gjykatës apo brenda prokurorisë që ishin të zgjedhur nga presidenti, nga parlamenti dhe me short. Është e qartë që në këtë moment, duke çuar në një profilizim të tillë, humbis ajo që ishte pavarësia e gjykatës apo prokurorëve dhe kishim një ndërthyrje akoma më të fortë me politikën, sepse në momentin kur një pjesë e këtij bordi shumë të lartë do të zgjidhej nga presidenti i Republikës apo nga parlamenti dhe kryeministri që atë e përfaqëson pastaj shorti, normale që këto dy fuqi do të ndërthuren me njëra tjetrën. Për sa i përket pjesës gjykuese, kjo ishte pika mbi të cilën edhe populli italian, nëse do të shikonin votën e përgjithësi dhe ato që ishin debatet, u përpoq të shprehej akoma më në mënyrë më të thellë, do të thosha. Pikat e tjera vinë si rrjedhoj e këtij vendimi shumë të rëndësishëm. Një vendim dhe një profilizim që është marrë pas luftës botërore, është përcaktuar dhe shfutur në kushtetutë. Kushtetuta mund të ndryshojë normale, por është më e vështirë se çdo ligj tjetër. Është përcaktuar me kushtetutë sepse kemi, besoj se e dini të tërë që gjatë luftës botërore patëm një ndërthurje shumë të fortë midis atyre që ishin politika dhe sistemi i drejtësisë.